A e dëgjoni? Është era e Mazindaranit. Ajo nuk mbart thjesht pluhur, mbart histori. Për shpyrt mbi kreshtat e thepisura të maleve, rrëshqet nëpër rrugicat e fshatrave të lashtë, dhe sjell me vete jehonën e diçkaje të re, të një mesazhi që sapo po niste udhëtimin e tij të madh. Pra, le të kthehemi pas në kohë. Viti është 1844 dhe vendi Mazindaran në Persi, një tokë ku duket sikur edhe shkëmbinj heshtin dhe pyet fshehin sekrete mijëra vjeçare. Por pikërisht në këtë qetësi të thellë, diçka po lëvizte, diçka e padukshme, një fjalë e re, një premtim i fuqishëm transformimi po fillonte të merrte frymë. Dhe historia jon fillon në një vend specifik, në fshatin Takur. Këtu, në këtë fshat, qëndronte shtëpia stërgjyshore e familjes së Bahaullahut. Muret e saj, imagjinojeni, kishin parë breza të tërë lavdie dhe historie. Vet Bahaullahu do të shkruante më vonë për tatin duke përshkruar kështu: Imate Vaziri gëzonte një pozitë tepër të admirueshme dhe vazhdon të flas për pasurinë e tij të madhe, trashëgimin fisnike, prestizhin e tij të pakrahasueshëm. Pra, ishte vërtet një kohë e artë, një periudhë mirësie dhe influence, e cila dukej sikur ishte gëndendur në çdo gur të asaj shtëpie madhështore. Por, siç e dim, koha është si një lumi i rrëmbyeshëm. Ajo ndryshon gjithçka. Dhe ajo lavdi e gdhendur me aq kujdes në dru e gur, shumë shpejt do të përballej me rënimin. Një seri fatkeqësish, krejt të papritura, do të rondisnin themelet e asaj bote që dukej aq e sigurt. Ishte si një paralajmërim për një ndryshim edhe më të thellë që po vinte. Dhe goditja e parë erdhi nga natyra, furia e ujit. Imagjinoni një përmbytje të madhe që zbret nga malet, duke përfshirë Takurin me një forcë të papërshkrueshme, shkatërruese. Gjysma e asaj shtëpie madhështore thjesht u shem, tesaret e saj u morën nga rryma e furishme. Po, u shkatruan një ndërtesë, por në fakt ishte shumë më tepër se kaq. Ishte fundi një epoke të tërë që po e merrte lumi. Tani, ndërsa themejdet e botës fizike e materiale po lëkundeshin, në botën tjetër, atë të padukshmen, të shpirtit, shenjat kishin filluar të shfaqeshin prej kohësh. Këtu hyjmë te një figurë kyçe, Mirza Muhamet Taki i Nuri. Ai ishte mushtahidi më i shquar dhe më i nderuar i krahinës së Nurit. Pra, një njeri fjala e të cilit peshonte jashtëzakonisht rënd. E po, pikërisht ai u bë dëshmitar i dy vizioneve, dy ëndrave shumë të thella. Dhe duhet kuptuar, në një kohë pritjeje kaq të madhe shpirtërore, ëndrat e tij nuk ishin thjesht ëndra, ato ishin paralajmërime. Le të shohim ëndrën e parë. Ai e gjen veten duke kërkuar me një zjarr të brendshëm të takojë të premtuarin, Qajmin. Por ja, një derë e mbyllur i andalon hyrjen. Kur ai pyet pse nuk mund të hyjë, përgjigjja që merr është kjo: I premtuari Qaj më shtizon në një bisedë private. Hyrja tek ata është ndaluar plotësisht. Dhe kush ishte bashkëbiseduesi tjetër? Ishte Bahaullahu. Pra, imagjinojeni pak, një derë e mbyllur, një bisedë që nuk mund të dëgjohet nga askush. Kjo ëndër ishte e mbushur me misterin e një fati që po shkruhej pikërisht në atë çast. Një lidhje shenjë që po formoi larg syve të botës, pothuajse në fshehtësi, në agimin e një dite krejt të re. Dhe pastaj, pa kohë më pas, vjen një vizion i dytë. Këtë herë ai sheh sanduk. Shumë sanduk, të mbushur plot me libra. Por këtu vjen pjesa e jashtëzakonshme. Fjalët në faqet e atyre librave nuk ishin shkruar me bojë. Ato ishin formuar nga xhevaire të gjalla që lëshonin një dritë vërbuese. Çfarë simbolike e fuqishme apo jo? Fjalë që ishin thesar, një revelacion që ishte dritë e pastër. Pra ëndrat ishin paralajmërimi, por tani kishte ardhur koha që fjala të bëhej e dëgjueshme, dhe transformimi, ai do të prekte drejt për drejt shpirtrat e njerëzve. Kalojmë disa vite, Muçtahidi që pa ëndrat ka ndruar jetë, dhe pikërisht atëherë, Jehona një mesazhi të ri mbërrin në nur dhe sjell pikërisht Bahaullahu. Natyrisht kjo krijon lëvizje. Mulla Muhamet, udhëheqësi i ri fetar, i shqetësuar dhe kureshtar, vendos të dërgoj dy nga njerëzit e tij më të besuar dhe më të ditur për të hetuar, për të kuptuar ç'ishte e vërteta kësaj thirrjeje të re. Dhe kështu, dy të dërguarit, Mulla Abbas dhe Mirza Abul Qasim, mbërrin në Takur.
Ata hynë në një dhomë, ulen dhe thjesht dëgjojnë. Ajo që dëgjojnë është një komentim mbi një sure të Kuranit, por nuk kishte si asgjë që kishin dëgjuar ndonjëherë. Fjalët rridhnin me një autoritet, me një dritë, me një thellësi që ata, dy dietar, nuk e kishin hasur kurrë më parë në jetën e tyre. Dikimi ishte i menjëhershëm dhe i pakthyeshëm. Mula Abasi, i pari që theu heshtjen e thellë që kishte plakosur, u ngrit në këmbë dhe u drejtua shokut të tij. Mund ta imagjinoni zërin që i dridhej nga emocioni i zbulimit kur tha: "Abbas, kurrë nuk do të kthehet më tek ai. Unë nuk mund ta braktis më këtë faltore." Mendojeni pak, pa pyetje, pa debate, pa hezitim, shoku i tij, Mirza Abul Qasim, u bashkua menjëherë me të. Në atë moment, ai ja kushtoi jetën asaj çfarë sapo kishte dëgjuar, dhe kështu, në atë dhomë të thjeshtë, dy dietar që ishin dërguar për të gjykuar u transformuan në çast, jo nga logjika apo argumentet, por nga fuqia e pastër e vetë së vërtetës që dëgjuan. Dhe kjo fuqi transformuese nuk njihte dallime shoqërore apo arsimore. Për shembull, gjatë një udhëtimi, fjala e tij takon një dervish të quajtur Mustafa. Mjaftoi një bisedë e shkurtër dhe ky dervish, ky shpirt i thjeshtë e ndacak, njohu me njëra atë që kishte kërkuar gjithë jetën. Çfarë bëri? La gjithçka pas dhe filloi ta ndiqte rrugën e re, duke kënduar nga gëzimi i pastër. Tani, për të kuptuar vërtet thellësinë e gjithë kësaj, duhet të bëjmë edhe një hap tjetër prapa në kohë. Duhet të kthehemi te një ëndër tjetër, një ëndër profetike, që në një farë mënyre i paratha të gjitha këto që ndodhen. Po flasim për vite më parë, kur Bahaullahu ishte ende vetëm një fëmijë. Ishte babai i tij, Vaziri, ai që pa në gjumë një vizion aq të jashtëzakonshëm sa e tronditi thellë. Ja çfarë pa në ëndër. Ai pa djalin e tij të vogël, por ai nuk ishte duke luajtur në tokë. Jo, ai po notonte, i vetëm, në një oqean të gjerë të pafund. Dhe trupi i tij, trupi i atij fëmie, lëshonte një dritë aq të fuqishme sa ndriçonte të gjithë detin e pamas për rreth tij. Dhe pastaj ndodh diçka tjetër. Nga thellësitë e oqeanit, një mori peshqish fillojnë të afrohen. Ata mblidhen rreth djalit, por nuk e lëndojnë. Përkundrazi, secili peshk, qoftë i madh apo i vogël, kapte me gojë nga një fije vetme e flokëve të tij të gjate të zinj, sikur donin të lidheshin pas tij. Sigurisht, Vaziri u zgjua i shqetësuar. Ç'kuptim kishte kjo? Kështu që thirrri një fallxhor të njohur për t'ia deshifruar vizionin. Pasi e dëgjoi me vëmendje, fallxhori i mençur i dha këtë shpjegim të pabesueshëm. Ai tha: "Oqeani në të cilin notonte Ytbir është bota e qenies. Ai vetëm do të arrijë një pushtet të pashok mbi të. Dhe peshqit, ata peshq që pe, janë popujt e botës, të cilët do të mblidhen dhe do të kapen pas kauzës së tij." Pra, nga rrënojat e një shtëpie në takur, te ëndrat profetike që paralajmëruan një agim të ri, e deri te transformimi i heshtur i atyre shpirtrave që thjesht dëgjuan, e gjithë kjo histori na lë me një pyetje që i kalon kohrat. Si është e mundur që një mesazh, një fjalë vetme, e mbartur nga era, të fillojë të ndryshojë botën? Ajo që pam ishte vetëm vala e parë, në një oqean të pafund qenies, një valë destinuar të prekte çdo breg të kësaj bote.